Të zbresim në realitetin politik shqiptar ku sërish nuk mund të ikim dot kryeministrit Edi Rama. Me aq sa ju e keni ndjekur, si mendoni çfarë po ndodh me rastin e Belinda Ballukut, ku javën e ardhshme do të mblidhet Këshilli i Imuniteteve dhe Mandateve për të shqyrtuar kërkesën e SPAK-ut, ku struktura e posaçme kërkon arrestimin e saj? Mendoj shumë e qartë, shumë e dukshme që kryeministri e ka marrë zëvendës kryeministren në një mbrojtje politike. Gjithë mazhoranca, qeveria socialiste kanë marrë në një mbrojtje politike. Dhe arsyeja shumë e thjeshtë, nëse në rastet e tjera drejtësia ishte në një masë shumë të madhe e kontrolluar, ndoshta e dirigjuar, dhe të gjitha ata individ të kabinetit socialist apo në funksione të tjera, kryetar bashkish e kështu me radhë, janë akuzuar dhe janë dënuar disa prej tyre, natyrisht me një numër vitesh qesharak, 2 vite, pastaj dalin, nuk bëjnë asnjë vit brenda, po kjo është çështje tjetër, për çështje që nuk kishin lidhje me kryeministrin Rama, edhe pse çështjet e tyre kryesore me rastin e kryetarit bashkisë, që ai nuk është dënuar, po gjithsesi nuk ishin as inceneratorët, as skema 5D, arsyeja pse ai është sot mbrapa hekurave, të cilat do të çonin direkt te kryeministri. Në këtë rast, në rastin e Ballukut, çështja të çon direkt te kryeministri. Pra, drejtësia, ndoshta dhe inkurajuar nga ndryshimet në administratën amerikane, nga deklaratat e të dërguaras në punë për luftën ndaj krimit organizuar, korrupsionit e kështu me radhë. Në këtë rast, në rastin e zëvendës kryeministres, ndoshta me teknikën, me disa prej veprimeve mund të kritikohen, por gjithsesi ka vajtur deri në paradhomën e kryeministrit. Më pas kemi çështjen e Akshit që shkon direkt tek kryeministri, tek familja e tij. Pra, drejtësia ka lëvizur, ka një farë ndryshimi në veprimet e drejtësisë së re të SPAK-ut në këtë rast, dhe duke qenë se preket vetë natyrisht që do mbrojë dhe të gjithë këta individët e tjerë. Edhe me koston, unë nuk mendoj se ati intereson shumë, po edhe me koston e penalizimit të Shqipërisë për sa i përket rrugëtimit të vendit në drejt Bashkimit Evropian. Dhe kujtoj këtu çfarë raportuan mediat pak ditë më përpara, që një mbledhje e ministrave të Bashkimit Evropian për Shqipërinë dhe për integrimin e Shqipërisë në BE nuk ka shkuar mirë për Shqipërinë dhe as për kryeministrin e vendit. Madje aty është thënë sipas raportimeve të mediave që Shqipëria do bëhet shembull në mënyrë që mos të përsëritet në asnjë vend tjetër ajo që ka ndodhur këtu me mbrojtjen politike që i bën mazhoranca formale në parlament apo qeveria numri 2 të qeverisë, dhe për çështjet e korrupsionit, të krimit organizuar, të karteleve apo të cënimit të sigurisë kombëtare, rajonale dhe të NATO-s. Dhe ky është një lajm i keq për shqiptarët, sepse bërja shembull e Shqipërisë duke e zhbër gjithë procesin e integrimit, duke na kthyer ndoshta në vitet 90 për sa i përket këtij procesi, natyrisht është lajm shumë i keq. Dhe nuk kemi pse vuajmë, nuk ka pse vuan gjithë shoqëria shqiptare për hir të një personi që ka uzurpuar çdo gjë. Dhe ndaj qytetarëve shqiptar janë ndërgjegjësuar, janë ngritur në protesta, kemi protesta në shumë qytete të Shqipërisë, kemi protestat që bën Partia Demokratike, opozita tashmë në pjesën më të madhe të vet e bashkuar në bulevard. Dhe unë jam i bindur që presioni brendshëm do vi gjithmonë më në rritje, ashtu si presioni jashtëm është gjithmonë më në rritje, duke u bashkuar të dy këto presione dhe duke krijuar një sinergji që të bëjë të mundur largimin e kësaj qeverie dhe hapjen rrugë të një qeverie teknike. Çfarë do të thotë sipas jush ikja e Angela Gaçit nga kryeministria, apo i bien Edi Ramës gurët një nga një, aq më tepër kjo e Gaçit, i cili ka qenë një nga bashkëpunëtorët më të afërt në 14 vite të Edi Ramës? Po patjetër, nuk e di nëse ka ardhur si presion i Bashkimit Evropian, i vendeve të Bashkimit Evropian, kryesisht Gjermanisë, apo ndoshta edhe në takimin e Antonio Costës, kryetarit të Këshillit të Vendeve të Bashkimit Evropian me kryeministrin Rama. Po është kjo që thoni ju, që janë duke rënë të gjithë gurët. Nuk ka
nuk besoj se ka më kthim pas. Ka arritur në atë pikë ku askush nuk mund të mbylli më syt dhe as lobimet që është duke bërë nuk e ndihmojnë dot. Pavarësisht se po mundohet shumë, po ka rënë ai muri diplomatik që rrethonte Shqipërinë për shumë kohë, edhe fal punës së Partisë Demokratike, me ndërgjegjësimin e ndërkombëtarëve të tjerë, dhe kemi shkuar përtej ndërgjegjësimit tani. Ndërkombëtarët janë duke reaguar, gjithë komuniteti ndërkombëtar. Dhe natyrisht presin që të ketë një reagim edhe brenda Shqipërisë. Duke e përmbledhur gjithë këtë lloj po themi veprimtarie që ka pasur Edi Rama në vite dhe sinjalet e fundit qoftë nga Bashkimi Evropian dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, ku duket se ka një qëndrim po themi indiferent ndaj tij, pra duke izoluar në një farë mënyre, a mendoni se Shqipëria në vitin 2027 do të drejtojë, po themi, summitin e NATO-s dhe do të jetë në atë kohë, pra vitin e ardhshëm, kryeministër Edi Rama, me gjitha këto që po ndodhin? Shqipëria mund ta drejtojë summitin ose mund ta mirëpres summitin e NATO-s këtu, po unë nuk mendoj që do jetë zoti Rama kryeministri i Shqipërisë kur të vinë partnerët tanë të NATO-s në Shqipëri, nëse vinë. Nuk mund të legjitimojnë dikë që nuk ka më legjitimitet, as nga brenda vendit dhe as jashtë vendit. Se ti ishte do e prisnin në këto summitet ndërkombëtare. Po, siç mund ta keni vënë re ju edhe gjithë shqiptarët, nuk ka as takime dypalshe më, as batuta më me liderët europian. Jemi në një periudhë dimri të madh dhe të ftohtë për këtë qeveri. Ndaj unë mendoj që Shqipëria natyrisht që është një vend antar i NATO-s dhe ka detyrimet e veta e tjerë, dhe do ishte një nder i madh për Shqipërinë të priste summitin e NATO-s këtu. Aq më tepër do ishte një fort, aq më tepër me këto ndryshime gjeopolitike që po ndodhin, por nuk mund ta presi summitin e NATO-s dikush që ka cënuar sigurinë kombëtare të Shqipërisë, sigurinë rajonale, sigurinë e NATO-s, me kompanitë që futen këtu, me politikën e Shqipërisë që unë ju jap çdo gjë për sa kohë që ju të më lini të sundoj, dhe natyrisht ndërkombëtarët, partnerët tanë ndërkombëtar ashtu si qytetarët shqiptarë e kuptojnë që Shqipëria do duhet të kthehet në shtyllat e normalitetit, Shqipëria do duhet të rikthejë në shinat e normalitetit ndjes, Shqipëria do duhet të rikthejë shtyllat e republikanizmit në këtë vend që janë shkërmoqur, dhe do duhet të ketë minimumin e sigurisë kombëtare të paktën që do duhet ta rikthejmë dhe ta zhvillojmë dhe ta forcojmë gjithmonë më shumë, në mënyrë që të jetë një partner i besuar i NATO-s, i Shtetet Bashkuara të Amerikës, specifikisht i vendeve të Bashkimit Evropian, dhe të jetë një faktor stabiliteti po dhe demokracie në rajon që sot është shumë larg tyre. Nikola, dhe i pyetje e fundit, çfarë pritet të prodhoj protesta e radhës e Partisë Demokratike dhe cili mund të jetë skenari i saj? Do ketë një protestë të vijueshme, pra, ose më saktë, do të qëndrojnë protestuesit në bulevard, apo do ndodhë si herët që kemi parë deri tani? Megjithëse duhet thënë që herën e fundit pati një vendosmëri shumë herë më të lartë se sa radhët e kaluara. Po, unë mendoj këtë. Populli shqiptarët në përgjithësi shoqëria shqiptare në pjesën më të madhe të saj ka qenë shumë më përpara partive politike, shumë më përpara politikës, në lidhje me çfarë duhet bërë dhe me nevojën për reagim. Por për shumë arsye shoqëria shqiptare ka pas të pamundur të reagojë vetë. Ajo pjesë e shoqërisë civile që ka ngelur intelektualët e kështu me radhë, për hir të ose për fajt të propagandës masive që bëhet, inxhinierisë psikike që është bërë, në trysnisë së madhe, presionit të madh që bëhet, në mënyrë që në këto kushte kur mungojnë shumë elemente të shoqërisë, në mënyrë që të ngrihet shoqëria të protestojë, do duhet të ketë disa garanci.
Një garanci që më përpara nuk ka qenë është reagimi ndërkombëtar që ne po flisnim, që ka ndryshuar shumë, ka një kthes 180 gradë të qasjes të ndërkombëtare në lidhje me qeverinë shqiptare dhe me kryeministrin në veçantë. Ndaj kjo gjë ka ndodhur, pra, ky ndryshim. Nga ana tjetër do duhet të ketë dhe një parti politike ose një grupim partish politike ose një lëvizje brenda politikës në mënyrë që të shërbejë si një garanci për njerëzit që do ngrihen. Dhe kjo ka ndodhur së fundmi. Kjo ishte protesta e tretë që bëri Partia Demokratike në vazhdën e disa protestave të njëpasnjëshme, duke nisur që në dhjetor, në janar, në shkurt tani kemi protestën e katërt në datën 20 shkurt, në një datë simbolike. Njerëzit duke parë që ka një vendosmëri që ka treguar Partia Demokratike, ka një qëndrueshmëri në aksionin e vet opozitar, natyrisht që inkurajohen dhe duke parë që janë bërë disa elemente së bashku, kanë një besim të shtuar në lidhje me efektivitetin e këtij aksioni politik dhe me arritjen e objektivit final që është natyrisht qeveria teknike që do garantojë zgjedhje të lira dhe të ndershme. Dhe në këtë aspekt ne kemi parë që ka pasur një rritje të numrit të njerëzve që kanë marrë pjesë në protesta, ka pasur një përshkallëzim të protestave dhe po shkohet natyrshëm drejt ndoshta një qëndrimi në bulevard, ndoshta formave të tjera disi më radikale të protestuarit, por ky përshkallëzim ka ndodhur dhe njerëzit duket se e kanë mirëpritur këtë, sepse ka pasur një rritje të pjesëmarrjes në këto protesta. Andaj unë të paktën pritshmëritë e mia janë që protesta e 20 shkurtit do të jetë edhe më masive në numra, por edhe më e përshkallëzuar në substancën e vet, në aksionin politik që Partia Demokratike dhe opozita do ndjekë. Risia është që siç u bë e ditur dhe nga zoti Asimja, protesta tashmë nuk do jetë vetëm e Partisë politike e Partisë Demokratike dhe partive të tjera politike që e mbështesin tradicionalisht PD-n, por do të jetë e këtij frontit opozitar që është krijuar nga Forumi për Dialogun Politik, ndaj ka një shtrirje më të gjerë se thjesht partitë politike, sepse aty ka shoqëri civile, think tanke, qendra të mendimit dhe të tjerë organizata. Pra, është po arrihet pak nga pak nëpërmjet një procesi, se nuk mund të ndodhi automatikisht, duhet të jetë një bashkim organik që të krijohet ajo sinergjia, po ndodh ky bashkim i opozitës dhe rritja e presionit ndaj qeverisë. Nikola, unë të falenderoj për gjitha mendimet dhe analizat këtu në Agora News. Faleminderit ju, është gjithmonë kënaqësi.